Vllaznia ka zyrtarizuar një tjetër përforcim në prag të nisjes së sezonit të ri. Klubi shkodran ka njoftuar afrimin e portierit moldav Christian Avram, i cili ka firmosur një kontratë 2 vjeçare me Kuqeblut. Avram vjen në Shkodër për të shtuar konkurrencën dhe sigurinë në repartin e portës, një nga pozicionet ku vllaznia kërkonte përforcime gjatë merkatos së verës. Portieri moldav sjell me vete eksperiencën e krijuar gjatë karrierës së tij, ndërsa është aktivizuar edhe me kombëtaren e Moldavisë. Portieri moldav i aktivizuar edhe me kombëtaren e Moldavis vjen për të përforcuar portën Kuqeblu me eksperiencën dhe cilësitë e tij, shkruan klubi i futbollit Vllaznia në njoftimin zyrtar. Afrimi i Christian Avram vjen vetëm pak ditë përpara startit të kampionatit, ndërsa Kuqeblut po plotësojnë organikën për sezonin 2026-2027. Vllaznia do ta nisë rrugtimin në A-Biznes Superiore më 21 gusht në stadiumin Loro Boriçi në orën 21 përballë Skënderbeut. Me firmën e portierit moldav, stafi teknik i drejtuar nga Edi Martini siguron një alternativë të re për portën, ndërsa skuadra shkodrane vijon përgatitjet për sfidën e parë zyrtare të sezonit të ri.